Jemi rikthyer në pjesën e dytë të emisionit, sikur të thamë, normal. bolla e rëndësishme do të jetë mërtir. Po. Në këtë pjesë të emisionit ne do të ndalemi te zgjedhjet, siç ju theksuam, dhe qëndrimin që opozita mban për to. Dy njerëz në Partinë Demokratike të Shqipërisë, Jorida Tabaku dhe Ilir Ali Mehmeti, morën shumë vota në Tiranë. Tabaku do të jetë në kuvend, ndërsa Ali Mehmeti fatkeqësisht jo, për shkak që ne gazetarë do të përpiqemi të themi dhe ndonjë gjë të vërtetë, që është për shkak që doktori e mbushi listën e mbyllur me lloj edhe servile dhe gjëra kështu që nuk kanë vota, sidomos ishin disa kryetarë të partive që të kalojnë atë gjithmonë ato shkallët e Partisë Demokratike dhe presin e tjera, që me thënë drejtën nuk kanë vota, por ato votat e Tabakut, votat e Ali Mehmetit dhe votat tjera i plotësuan me mbushën listën e mbyllur, e lanë të mbyllur aty dhe ishte plot. Për këtë fenomen do të përkemi të flasim në këtë pjesë të emisionit. 3 kolegët e mi kanë mbetur dhe vendin e zonjës Lala e ka zënë doktor Ali Mehmeti, antar i Këshillit Bashkiak, do ta vëmë tani fatkeqësisht që ti deputet si. Do të përpiqen të bëjnë, do ta shikojmë tani ne, po bëjnë përpjekje. Kërkojnë një farë ndjesje ndoshta kështu, por edhe mund të bëhet se mund ta hajnë në një rrugë, nuk i di. Kështu në këtë në shtator thotë ja. Çfarë thua? Shtator kishte shpreh edhe Muslimi thoshte jam aty. Muslimurizi thosh. Pra, doktor, faleminderit shumë. Mirë se u gjeta. Ergysi, Batoni, Antoni janë në studio dhe në studion 2 unë kam zonjën Adriana Kalaja, kryetare e gjykatës së apelimit në Partinë Demokratike. Se dhe ty se them do deputete. Jo, s'jam. Me thënë drejtën kam pat dëshirë të them, po Nuk i dihet asnjëherë. Ecën në atë mënyrë që Nuk i dihet asnjëherë. tani së pari ne do të ndjekim një sinkron ku doktor Berisha nuk i njeh zgjedhjet dhe thotë që analistët i shërbejnë krimit. Ka thënë doktori. Ja le ta ndjekim. Shikoni se çfarë krimi monstruoz bën propaganda, kërkon të shes shqiptarëve për zgjedhje këtë farsë të shëmtuar drogë dhe krimi. A nuk është ky qëllim një akt i shëmtuar, me të cilën sklever të krimit, intelektual kriminal, analist kriminal, të quajtur analist, po që s'kan asgjë të përbashkët me gazetarinë as dhe analizën, asgjë të vetë shpallur. Kërkojnë të servirin qytetarëve sukses dhe kartelit si suksese të zgjedhjeve. Pra, duhet bëjmë dallimin edhe një herë, dashur qytetarë dhe qytetare, midis avokatit ligjor dhe këtyre skleverëve të krimit, që përpiqen të mashtrojnë, që përdorin valët e radiove dhe ekranet televizive për të mashtruar qytetarët. Unë edhe një herë deklaroj se këto zgjedhje kur nuk do njihen, dhe se ata të cilët përpiqen të shesin shqiptarëve krimin si sukses elektoral, nuk bëjnë gjë tjetër, vetëm rrishtojnë veten me kartelet, me Edi Ramën dhe me të gjithë autorët e farsës më shëmtuar elektorale të majit 2025. Unë edhe për shkak të një gjendje gripale, me thënë drejtë nuk e kisha ndjekur, po këtu do vi një ditë që i vetmi njeri që nuk do të jetë kriminal, do mbetet vetëm doktori. Kam iden unë, se kisha dëgjuar sinqerisht. Jo tani. Qofse ka një gjë që kërkohet sot, se nuk thot kush që kriminal nuk kanë qenë në zgjedhje dhe nuk besoj që ka njerëz që nuk ja vënë, pra që e lën pa ja vënë dyshim legjitimitetin e Ramës për atë çfarë bën, për çfarë grupet kriminale bën zgjedhje. Çështja është, a do mbash ti përgjegjësi për humbje, ajo që kërkojmë ne është që të mbash përgjegjësi të paktën zbatosh statutin tënd. Pastaj sigurisht lufta për votën e lirë duhet të vazhdojë, por lufta nuk mund të vazhdojë kur ti s'ke përgjegjësi, nuk respekton statutin tënd. Doktori thotë që nuk i njeh zgjedhjet dhe thotë se ato i ka diktuar krimi. Folëm doktor pjesën e parë, se tani edhe ti doktor je. Po doktor tjetër. Jo, domethënë kaq këto po thotë deri tani, por ndërkohë është kjo që tha Mërtiri. Ende nuk ka identifikuar asnjë problem brenda partisë dhe vetes. Por është siç e pam ju sur dhe analistëve. Si e komentoni qëndrimin e Berishës për zgjedhjet dhe deklaratën e sotme?
Ti si e mendon tani këtë gjithë të gjitha, sidomos me këtë që kriminal dalin tani dhe pjesat e rëmuse e analizve. Si spjegon, doktor? E vështire këti pak. Jo, për shpjegimin, analizën e tjerë, jeni ju. E qartë. Dhe bëni këtë gjë. Ja, dhe mund të mos bësh asgjërin. Jo, unë personalisht mund t'ju them pjesën time. Po. Se ne jemi akoma në proces, me thonë drejtën. Kush ka qenë kandidat i listës Sapo? Po jemi në proces. Procesi kjo nuk do të thotë që në proces, gjatë procesit të bëni kriminal gjithë popullatën, e kupton? Po, Leo të ta shpjegoj. Da, shpjegoj. Ne kemi qenë të zhytur në fushat, kandidatë e listës hapur, dhe kanë qenë duke punu në terren, dhe nuk kanë mundësin për me pa jashtë vizionit fushës tyre ku ata janë duke punu. Na duhet një moment neve sa të marrë ky proces. Si ta kuptojmë, thuaj. Jo, po do dhe një 3 ditë, ka akoma ankimime me radhë, s'ka marru procesi zgjedhor, paktën për qarkun e Tiranës. Që tulemi dhe ne, kuptojmë shumë qartë ku jemi, çfarë ka ndodhur, çfarë analize mrena fushatës tonë herë të voglës, pra një sfera vogle personale, po themi e grupazhit të secilit kandidat, unë flas për veten time. Dhe më pas hedh syt ke sfera më e madhe që është qarku. Kujdes, nuk kemi shkuar lake 12 qarqe. Atëherë të kalojmë te kjo pyetje, këtë pyetje unë ta bëj fare shkurt, më jep në një përgjigje se cili nga analistët. Pra, gjithë shumë doktorët ju nuk e kisha dëgjuar baton me thënë drejtën, dhe vazhdon të qëndroj te ideja që gjithçka është vjedhur ditë dhe ai s'ka asnjë faj që e kanë vjedhur, nuk i kanë lënë gjë pa vjedhur, nuk i kanë lënë gjë pa rëmbyer. Tani si të Hajtë më thuj, që kuptim kanë fjallet, kjo është një krim monstruoz, kjo është një akt i shëmtuar, kjo është një falsifikim, kjo është qapo di unë e këta mbi emrat pa nevojshëm në gjuhën publike. Kjo është emocion ose krijimi një emocionit pa nevojshëm politik për t'i mbuluar realisht humbjen. Kjo nuk ka kuptim. Kjo është njeriu i cili e ka vendos kriterin këtë kriter gjuhës për të gjitha zgjedhjet. Dhe nuk kam që a thëmë për të, përveç se më vjen keq. Anton. Jo, zbjet për sëritë e mi. Problemi është që para zgjedhjeve, gjatë fushatës elektorale, kur këto gjëra thuheshin nga Edhe pranojnë këto. media që do ketë zgjedhje të lira e tjera, ishte Partia Demokratike edhe zoti Berisha që drejtonte fushatën, që e shmangte këtë debat me frikën se do dekurajon të votusit. Dhe atë ishte shikueshmëria dhe ndjekja më e madhe, vëmendja më e madhe në deklaratave. Se tani pas zgjedhjeve nuk ka njëri vëmendjen se çfarë ka ndodhur. Njerëzit kanë kthyer në punët e tyre dhe kur e dëgjojnë këtë ankimin përsëritës për vjedhjen e votave, u duket si një refren i njohur. Dhe nuk japi shumë rëndësi. Kulmi i vëmendjes ishte atëre, dhe atëre duhet thënë duhet folur sinqerisht me njerëzit, nuk duhet folur në këtë mënyrë. Pra, ajo ka kosto. Të njëjtën gjë i tham zotit Basha në 2021-shin bëri një gabim. Nëse qeveria është duke manipuluar, duke tjetërsuar votën, duke bler vota, duke marrë masat për të krijuar një rezultat jo real, atëre, në momentin për të denoncuar ato është kur është duke ndodhur, kur është fushata elektorale, kur vëmendja e njerëzve është 100% aty, me qëllimin që njerëzit kuptojnë se çfarë po ndodh. Sepse në zgjedhje nuk shkohet duke mashtruar njerëzit, duke gënjur njerëzit që hajde të fitojnë madje u thuhet e vërteta. U thuhet që kjo po ndodh, por nëse ju doni ta ndryshojmë, hajde dalim në zgjedhje. Sa më shumë dalim në zgjedhje, aq më mirë. Sa më pak ta shesim votën, aq më mirë. Sa më shumë denoncojmë blerjen e votave, ose vjedhjen, ose tjetërsimin, ose shantazhin, aq më mirë. Pra, këto gjëra nuk ndodhen. Para zgjedhjeve na u tha që me program mundet Edi Rama, po të kesh një program të mirë, edhe po patë listë të keqe, mjafton programe mirë, se qeverisja e Ramës është më e keqja. Tani na thuhet që s'ka rëndësi që qeverisja, nuk ka rëndësi që ishin listat, nuk ka rëndësi që është programi, rëndësi ka që na i votën. Po? Çështja është që këta gjatë gjithë kohë po të shohësh nuk kanë qartë se si fitohet ndaj Ramës, domethënë se po të shohësh që nga 2021-shi Berisha një herë ka thënë do mundet Rama me revolucion. Pastaj kur dilte bënte mitingje, vinin pak njerëz, thoshte nuk mundet revolucion, do mundim me zgjedhje, po në revolucionin e kemi që ta çojmë vendin zgjedhje dhe në zgjedhje do ta mundim.
pastaj fillun të thoshin jo mos bindje civile, pastaj thoshin jo nuk e bëjmë dot pa qeveri teknike, pastaj kur se bën qeverinë teknike prapë ktheheshin zgjedhjet, tash i futën zgjedhje dhe humbi zgjedhje. Tash mund ta thot Berisha si mundet Rama, domethënë që ta dim ky është skenari, duhet ndjekur kjo dhe do mundet Rama. Dhe ta dim që nëse ky skenari nuk del, atëherë duhet mbaj njëri përgjegjësi tiki, ai që se mundi. Kurse ky ka prodhuar gjithë skenaret dhe në fund fare thot ai fiton, por unë duhet të rri se unë mua bën me hile. Tash unë nuk e di çfarë duhet bërë më që mua përgjegjësinë e ka. Përgjegjësi ka në gjitha këto, më falë se ndërprerë. Jo, se që? Për 2 minuta. Përgjegjësinë e ka që kur në tha do bëjmë qeverinë teknike dhe nuk bëjmë pa qeveri teknike, po pra. Tha oqi dorë nga ky qendrim. Po jo, ai tha pa qeveri teknike nuk hyet në zgjedhje. Po pra, se realizoi dot si qendrim. Dhe për të duhet të shpjegohet pse se realizoi dot dhe pse oqi dorë. Se tash çfarë thot? Prap qeveri teknike. Se i tham atë. Se tash i kthy prap qeverisë teknike. Me rrumë zgjedhje. Ja than gjithë. Tani thua do jemi pa qeveri teknike dhe do fitojmë me program. Po. Pse e the këtë? Ma përgjegjësi politikane për ato i thotë, që po dalin të qasim pa përgjegjësi, atëherë ne nuk e dim, a ma përgjegjësi për të që po thot tani? Se i bie që mos mbash përgjegjësi për asgjë që thua. Sepse ka dhe një gjë, se ky thot tashmë që luftën për votën e lirë mund ta bëj vetëm unë. Pra ky që e humbi dhe me revolucion, dhe me qeveri teknike, dhe me mosbindje civile në parlament, dhe me kështu, dhe me zgjedhje, me gjitha i humbi. Vetëm unë e bëj dot. Shëndroj gjithë fenomenin në një fjalë. Misionar. Po ma, se kjo është talje pastaj. Normal. Po vazhdojmë. Jo. Qa me thonë për taljen? Të me thonë, gjua Berishës nuk është zhvilluar bashkë me zhvillim në shtetit, bashkë me zhvillim në rëthanave. është po e njëjta gjuhë, është po e njëjti modeli komunikimit. Skeqa thonë. Jorida Tabaku dhe Ilir Ali Mehmeti kanë marrë shumë vota. Ilir, sa ke more ti? Të numëruar në fund mos gaboj 18.125. 18.125 vota dhe Jorida? Dhe faleminderit shumë. Absolutisht. 19.000. 19.000. Do është edhe më shumë. Pra, kur njerëzit duan të votojnë, nuk ka banda dhe asgjë tjetër ti ndaloj. Zoti Ali Mehmeti, ju jeni kandidati 2.000 votuar në Tiranë nga koalicioni opozitës. Por nuk do t'jeni në kuvend. Realisht, a jeni shkënjër, si e prituat. Se në fakt keni marrë votat njeriu i dytë i votuar në kryeqytet. Do shta në gjithë vendin nërë. Rath parë më lejo të them që qëndrimet ndaj këtij lloji sistemi zgjedhor i ka mbajtur qeverin e kaluar, nuk e Jam i qartë për këtë maj, sepse duhet jemi konkret. Është një sistem zgjedhor i cili për me hibrid është pak të thush, po që largon zgjedhësin nga të zgjedhurit, shkon deformon vullnetin dhe shumë pak të përfaqësuar do jenë në kuvend nesër nga gjitha palët. Ky është realiteti jonë. Tu jemi një fjali, kjo është model që përcaktojnë liderët për veten e tyre, për me qanë sigurt edhe për mu bo lider. Po kjo është të thjesht. Unë e flas nga ana e njerëzve. Pastaj nga ana e liderëve është e vërtet nga ana e liderëve. Ata Po përcaktojnë nga ana e njerëzve, ritmin. ky është një sistem, pse është i keq për njerëzit? Sepse e demotivon njeriu të shkojë të votojë të marrë pjesë politikë dhe e largon nga politika. Gjithmonë e ka bërë këtë, po bën 2 dekada që po ndodh ky lloj procesi dhe po e largon fuqinë vendimarrëse nga njerëzit. Se në fund fare sistemet zgjedhore janë vendimi i njerëzve, fuqia e tyre. Një herë në 4 vjet u jepet fuqia. Po kur ti ja largon në mënyrë graduale dhe progresive, pastaj themi neve njerëzit nuk janë të interesuar, themi të rinjt janë të interesuar, por ne jemi largu nga demokracia drejt për drejt. Kjo është e vërteta. Dhe në fund fare, kush është problemi i dytë, po për njerëzit, është që një sistem i këtij tipit prodhon një parlament dobët. Dhe ne kemi pa cilësinë e parlamentit si ka rënë 20 vitet e fundit. Po sikur se ka çajë njëri kokën shumë. Që, mirë, po e tham unë, sot jam unë këtu, para 20 vjetëve nuk isha. Ti ke parat e janë analizuar të gjithë. Po nuk Pjesa tërmuese e tyre janë personazhe anekdotik. Për shembull me njerin prej tyre më ka ndodhur mua të rastisje në jashtë në Itali të gjithë dhe flinte në i kamore gjitha këto dhe kishte hall vllai i vet për një spital që ndihmova unë dhe ai flinte në aeroport. Dhe nuk flinte në qytet, kur do rinë 4 ditë në qytet. Do me thënë njerëz të cilët grumbullohen aty sepse marrin atë sasinë e votave. Dhe unë ndaj qesh pak me ju kur thoni për Sara Milën, se të gjithë këta, Sara Mila ndoshta indirekt, po të këta i marrin shisin miell, ose kanë markate të mëdhenj. Dhe shesin miell ose çfarë bëjnë këto, kanë qytetarët për ushqimet e të gjitha,
dhe marrë një pjesën, pjesa tjetër në një mënyrë tjetër e të gjitha. Pra, kjo është Shqipëria. Ti duhesh aty, kjo fytyra, më falë, e doktorit, është shumë e rëndësishme, për të thënë që janë e kemi doktorin. Ka që duhesh ti. Dhe ndoshta doktor, a mendon që ta thuash tani që Berisha gaboj me listat, po gaboj dhe në mënyrë qëllimshme? Se është dita sot për ta thënë. është një vendim shumë i gabuar, ku aty janë thirrur njerëz që s'kan asnjë lidhje, që s'kan dhe vota një pjesë e mirë. Dhe i ka shërbyer vetëm konsolidimin të partisë me servil dhe jo fitores. Se ne po përtash tani pse fitoi partia demokratike. Çfarë fitoi partia demokratike? Dy njerëzit që luftonin jashtë në kryeqytet kanë marrë nga 20.000 vota të dy. Edhe ti që ke futur fare, njëri prej tyre mbeti jashtë. Çfarë do të thënë kjo? Këtë, a duhet ta thuash tani o zotëri? Jo, këtë kam thënë që përpara. Nuk është diçka që ma kërkon tani. Zoti Rakibi, unë kam një quajeni të mirë, quajeni të keq, quajeni si doni. Jo, për listën e hapur kam dashur unë të jem listë e hapur, kam mbështet në pse, sepse unë qofse mbështes listën e hapur që vjet. Kam unë fytyrë të them tash ti më fut ke lista mbyllur. Unë mbështes demokracinë drejt për drejt zotëri. Unë mbështes demokracinë nga poshtë lart. Dhe jam rregull. Por kjo s'heq. Por lista e mbyllur nuk ka votat e tua. Siç është, që s'më pëlqen hiç, po duhet ta zbatoj, sepse është ligj. Doktor. Ndjes ta mbaroj baton. Lutem. Që lista duhet ishte bërë më mirë, nuk ka pikë dyshimi. Se duhet ta mbyllja. Ti do t'ishe për listën e hapur, normalisht, për arsye se një njeri që beson veten, e bën atë. Por kur ti, po t'i kishe 12 kandidat që e meritojnë me qenë parlament, dhe jo vetëm t'jen lojal të panevojshëm, ajo listë do të derivonte vota tjera. Dhe natyrisht që edhe ti do e merrshe vota ma shumë ose edhe një tjetër. Tani, ky u problemi. Ne mund të analizojmë, lista e dopt e qëndroj në terren. listës mbyllur. Unë qëndroj në terren, nuk është shkoj shumë analizë, po unë dëgjoj zërin. Dhe zëri ishte pezmatim me listën që u kriju. Dhe i pezmatim përkthehet. Sa është ky pezmatim, sa përkthehet? Hajde ta diskutojmë, ta analizojmë, po detyra ime është sjell zërin. Dhe e vërteta ishte që lista mund të ishte bërë shumë më mirë se sa që bë. Pastaj pjesën tjetër, besoj nuk e dia ju përgjigja unë pyetjes tuaj me këtë, por unë vazhdoj dhe mendoj që për sa kohë përgjigjet fare xhon. mirë të kaq. Ti u përgjigje në mënyrë, po ka njerëz të tjerë që po ti thres tu nuk të përgjigjen fare. Nuk vjen fare. Nuk vjen fare, Nuk vjen fare, kupton. Nuk përgjigjem dot për ta, unë përgjigjem për ata njerëz. Jo, ata po ta them me që je. Se kjo, çfarë të më shkëti. Tani, dhe duket sikur PD është një parti e hapur, e sot është një parti e hapur, me meritokracia, po është një si punë sekti tani, ku sundon njeriu që ka interesat. Ti si thua tani, këtu të kalojmë të analizët, se shumë të ngarkuam, doktor, dhe jo të gjitha gjerat në këtë botë duhet të thuash ti. Se ti ishe detyrën e kreve aty e të gjitha, thua dhe në gjithë e ne tani, pas 4 vjetë do të thresin prapta. Ose mund të thresin kryetar bashkie. Se më mirë se ty zgjen këta, e të bën aty. Po, këtë vëmë një me metin të. Ja, pas mene. Vite, ua. Ata nuk e thresë? Jo, nuk. Po bëjnë dhe një prov tjetër tani, që pas pak do dalë të kjo unë. Apo do dalë ti tani? Të umbur, nuk mund marrë është një figurë të redhe. Tani ka napur fjallë, nuk e di kush japi këto, po thanë që doktori ka humbur me 100 vota. Dhe pas njeriu tjetër që vjen, pasusi me këto 100 vota mund të përmbyshet me disa kutia si shtuhet. Mirë po i bie që këto vota nuk është 100 doktor. Unë e pyeta doktorin para 24 orësh. I thash ore, që nga 100 vota doktoret gjithë. Po ku e di unë tha se unë s'kam parë gjithë në teren, si që ka qenë gjithë, po ti ku e ke dëgjuar, tha e... Se doktorit s'dile gje. Po këta kanë filluar një gjithë tani për doktorin, edhe i bëhet qefi doktorit në këtë rast, e të gjitha po të shojmë se tani ose po luftohet vërtet i të heqin Agronshejt, se ka marrë këtë deputetin e dytë. E ka në Agronshejt këtë të dytin. Në luftë me Erald Kaprin e... Por nëse mundeni, Agronshejt të më bëj një ndryrje mua, kryetari partisë mundësia nëse mundeni, nëse e kini në lidhje, a i më bën mua një ndryrje. Është fatkeqësia kësaj, që të rinjt garojnë në tjetrin kush tjetë, kush mos tjetë. Ndërkohë që të vjetrit janë aty të sigurt. Doktori ka qenë listë e PD-s. PD-ja me Agronshej. Po, të gjitha garat kanë qenë midis të rinjve. Të vjetrit janë qenë rahat. Këto janë votat brenda partisë. Normal.
Da, s'ka marrë mulli vota. Kjo është tjetër Si punë. ishte fare, si ishte qatë mere, si ishte në listë hapur. Më ndihmoni thash me Se në listë hapur, Ardonin, po ë? listë mbyllur në njerë merren më shumë vota se nga listë hapur. Se për shembull, Meren, po jo personale, meren për partinë, po. 10 mandate në Elbasan mori Masnikull, dhe 10 vota në Fier, i mori Belinda Balluku, si morën ata listë hapur. Normal. Prandaj po them që votat i marrin ata që janë listë mbyllur në njerë më shumë. Kurse këtu ndodhi e kundërt, ata që ishin listë hapur morën vota për këta të listës mbyllur. Kjo është katastrofa. Pra, jemi në moment të tillë tani që njerëz të rëndësishëm Partia Demokratike i kanë nxjerr vetë nga lista e mbyllur, ajo që ishte siguri me këtë lloj sistemi që ne kemi, dhe kjo analizë ndoshta fillon e para. Pastaj nëse bota e krimit dhe gjithë tjerat kanë bërë atë që pretendohet, kjo është pastaj ta marrësh zvarr dhe këtë qeveri dhe ta çosh në fund të botës. Por fillon dhe një analizë, a ka një lidhje, ju lutem, zoti Shehaj, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Se këto lidhje tani është të mbyllur dhe kjo WhatsApp jare. Bile unë kur ma thanë para, Jo, WhatsApp, Skype. më falë Skype, se WhatsApp-i nuk është mbyllur akoma, unë mendova se mos e ka mbyllur e drama këtë. Dhe e thash dhe këtu, por a i kështë kry mbyllë gjera tani tash, mos ka mbyllur edhe Microsoftin. Skype. Ishte mbyllë Microsofti, më thanë. Po, Skype-in. Po ti pas ka dalë mirë që nge mirë, se ti ke dhe mjetet. Tani, PD po bën të gjitha përpjekjet për të marrë mandatin e Ali Mehmetit, që unë e kam në studio, doktorin, që është miku i gjithëve në përgjithësi, duke kërkuar rishikim të votave të pavlefshme. Ç'është qëndrimi juaj duke qenë se bëhet fjalë për mandatin e dytë që ka marrë partia juaj? Ka rrezik të mbetesh vetëm ti aty. Ç'kupton me këtë? Cili qëndrimi? Po. Qëndrimi shumë i thjeshtë, kjo është një tentativë për të rëmbyer mandatin e Partisë Mundësia, mandatin e dytë. Gënjeshtra e parë është që nuk janë 100 vota, por janë mbi 1200 vota. Është diferenca e votave, ose votat që do i duheshin Partisë Demokratike që të na rëmbente mandatin, dhe që duhet të dalin nga jashtë quajti rinumërim që kanë kërkuar. Nga ana tjetër kanë kërkuar një rinumërim, po vetëm për votat e pavlefshme, ndërkohë që shumë mirë ta bëjnë rinumërimin. Ne kemi monitoruar gjithë procesin e numërimit, kemi parë edhe videot, dhe po i kontrollojmë një pjesë të mirë për tyre, po thosë 100 kuti janë numëruar dhe diferenca e votave ka një diferencë shumë të vogël midis proces verbaleve dhe çfarë del nga videot e numërimit. Dhe pjesa më e madhe e këtyre shkeljeve në fakt janë vota të pavlefshme që janë quajtur Partisë Demokratike. Kështu që në bazë të këtij monitorimi që kemi bërë, ka shumë gjasa që nëse do ndodhi vërtet rinumërimi, diferenca e votave do thellohet më shumë se sa do përmirësohet në favor të Partisë Demokratike. Kështu që me pak fjalë të gjithë janë vetëdijshëm, e dinë shumë mirë që në mënyrë të ligjshme është e pamundur që t'i marrin mandatin me Partisë Mundësia. Por ajo që Kështu këta mund mendojnë tani që jo Ali Mehmeti, se Ali Mehmeti është shumë i qartë, se unë fola rastisht dije me këtë, për të problem, po thonë që ne e bëm dhe përpjekjen tani, e kupton? Ti thua po të bëhet kjo, ti thellohet për ajo Le ta bëjnë, nëse do të bëjnë, ta bëjnë. Ajo që bën përshtypje është fakti që ndërkohë që flitet për farsën elektorale dhe për kapjen apo për manipulimin e procesit zgjedhor, në fakt unë jam dakord, është e vërtet që ka ndodhur. Në vend që të merren me atë, do të gjejnë mënyrën se si të tjetërsojnë vullnetin e votuesve, duke i marrë mandatin Partisë Mundësia. Po të ndjek, më thot një kolegu im që ka punu me mua herët, që në vitet 90, Lutfider Vishi, po të ndjek të tenton, po kur thua doktori nuk kam parasysh për cilin doktore ka fjallën. Po për doktorin këtu, Lutfi, se shqyqy që kemi dhe një doktor tjetër, kupton, që është në ndryshe. Tani, kemi në një për agronin se dhe kuj rezikohet vota tani. Jo, problemi është që unë i vlerësoj të dyja kandidaturat, edhe Kaprin, edhe Zoti Ali Mehmeti, dhe më vjen keq
që lufta tjesë ministror, do doja t'ja merrte dikujt tjetri, por nuk... Jo, i e ka marrë për ta marrë, kupton se ka 18.000, dhe ata që janë aty brenda listë, Të marrë dikujt atë në listë. ata janë, aty duhet marrë të gjithë ata. Do me thënë, po ti bashkosh, do me thënë, Ali Mehmeti ishte kryet atyre. Me gjithë për Agroni, unë do doja këtë, do të thënë, a ndjen Agron që do duhet të ishin hyrë gjithë partitë e reja bashkë, të ishin qenë në një listë me të tjerët, më. Me këtë kod elektoral, ju keni marrë 2 deputet dhe rrezikoni njërin, por mund të kishe marrë 4 në qoftë se do ishte. Jo, ne nuk e rrezikojmë njërin, ne nuk rrezikojmë asnjë nga mandatet. Po supozohet. Në kushte normale nuk rrezikojmë as mandat. Në kushtet e Shqipërisë mund të rrezikojmë edhe 2 mandatet për atë punë. Po patjetër pra, por në qoftë se do kishit hyrë në një listë, do kishit marrë 4 do kishit marrë dhe tjerë 3-4. Do i hubnin edhe këtë dy. Nuk besoj se si do të... Nuk... Po jo pra se... Pikërisht, ne nuk... Shiko, askush... Nuk është kjo, unë nuk besoj në këtë analizë, edhe unë mendoj që... Pra, a keni reflektuar ju dhe nuk mendoni sot për shumë që ndoshta do kishtë qenë më mirë kjo tjetra, të cilët bashkë edhe kemi debatuar? Po, atëherë, shiko, të thua është si përfaqësore, më falë të them, të mendosh, po të ishin bashkë do kishim marrë më shumë mandate. Sepse nuk e di njërë do kishim marrë, se ne bëjmë shumën e votave dhe themi, po të kishim bashkë do kishim marrë totalin e votave. Por nuk është e thënë që nëse ne do kishim qenë bashkë, edhe nëse do ishim futur, do kishim bërë një pazar, një marrëveshje. Unë mendoj që do kishit marrë më shumë vota. Domethënë do kishit prodhuar një frym, do kishit prodhuar një pol, dhe kjo do sillte rritje shumë herë më të madhe. Po supozojmë me këto vota që keni marrë. Domethënë kjo votat janë mekanike. Atëherë, ky është mekanike. Këtë po them unë. Po marr aspektin nëse hyn 3-4 kategori ose ideologji brenda një koncepti. Po më thënë ta janë të djathtë të gjithë. Po jo, ta janë të gjithë djathtë, pse? Vetëm Qori s'ka qenë një djathtë nga këta. Gjithë ishin. Ajo është populist, ajo është i majt. Nuk besoj që... Ta jap një përgjigje. Po. Unë ta jap një përgjigje shumë të thjeshtë. Pikërisht këtë po them. Nuk është e thënë që po të ishim gjithë bashkë, ne do kishim marrë të njëjtat vota që morëm duke bërë shumën e votave që kemi marrë të ndarë. Sepse është e vërtetë ajo që thoni ju që të bashkuar mund të kishim marrë më shumë vota, por mund të jetë edhe vërtet, ashtu siç mendoj unë, që po të kishim bashkuar mund të kishim marrë edhe më pak vota, sepse do kishim humbur votën e gjithë atyre që do të thoshin që nuk kemi më besim tek Agroni, se Agroni u bë me këdo, vetëm për të rritur mundësitë për të marrë më shumë mandate. Sepse në thelb, nëse duam të jemi objektiv, ne nuk na bashkon asgjë me Qorin, ne nuk na bashkon asgjë me Adriatik Llapajn, ne nuk na bashkon asgjë me Nismën, e cila është një parti social-demokrate. Pse s'ju bashkon? Ju jeni të gjithë kundra sistemit, ju jeni të gjithë të rinj, jeni të gjithë pa komprometuar, jeni kundër të korruptuarve. Por kjo është pikërisht, dallimi nuk është të gjithë janë të rinj. Nuk mjafton të jesh i ri për të fituar besimin e qytetarëve. Patjetër që jo. Ne kemi një ide që na dallon nga të gjithë të tjerët, kemi një vizion që dikush mund të ketë një mendim me ne, dikush mund të ketë një mendim kundër, por që janë gjëra që na dallojnë dhe mendoj që këtë qytetarë shqiptar këtë e vlerësojnë. Rezultati mund të kishte qenë më i mirë, absolutisht nuk ka diskutim, por që mendojmë që si për herë të parë, pas 10 muajsh si parti politike, të marrësh 2 mandate në Tiranë, është një rezultat inkurajues, themi, sigurisht është... Nuk them që nuk është rezultati i mirë. Është një... Por kjo ide ne kemi vendimin për mos të bashkuar, e kemi marrë me vetdije, ishim të qartë në atë që po bënim, e kam thënë shpesh edhe vazhdoj përsëris, pavarësisht se shumë veta mund të më kenë kritikuar. Ky është një projekt politik afatgjatë, ku hapi parë ishte të hynim në parlament me një numër të konsiderueshëm deputetësh, u hym vetëm me 2, okej, dakor, po prapë është një fillim. Është një projekt politik afatgjatë, ky është hapi parë. Nuk donim që në zgjedhjet e para të përfshiheshim në pazare dhe në koalicione, përveç të tjera jo vetëm, do rrezikonim të tradhtonim vizionin ton dhe bindjet tona, por do rrezikonim dhe të jepnim mesazhin që ne ishim të gatshëm të bënim çdo lloj pazari apo marrëveshje vetëm për të rritur numrin e deputetëve. Agron, unë kërkova këtë ndryrje bëra shpjegimin për arsye se ishte deputeti juaj ai që ka pretendimin në Partia Demokratike që ishte 100 vota larg. Ju e shpjegua që ishte 1200,
Dhe është një proces si do që të ndodhe, si do që të bëhet, po në fakt ne themi të drejtën, sikur kjo të ndodhte si vjedhje, do ishte vjedhja me voglore, që t'ja jepnin këtij doktorit. Po, bëj shaka, ha? Nuk besoj se Iliri, unë e njoh Ilirin. Sigurisht, Kam shumë respekt për Ilirin. thjesht bëj shaka. Jam i bindur që Iliri nuk ka lidhje me këtë skenar. Sigurisht jo. Skenar që i gjanë më shumë teknikave të vjetra të mënyrës së bërit politik në Shqipëri, dhe nuk besoj se nuk besoj se do ta pranonte një mandat të përfituar në këtë mënyrë. Kam marrë njerëzit e mërzit. Doktor, kene një gjë për të Agron da pas. Jo, unë me Agron jam nëse mund ta quaj mik, Ishte fati. më lejoni t'ja quaj, pastaj si Sigurisht. unë besoj bashkëpunu brenda Partisë Demokratike me radhë, kujdes. Me drejt unë i lash kohë, pse? Sepse edhe kodi elektoral numëron të njerë mandatet, numrat e mandateve, dhe më pas vendoste kandidatët dhe vendoste emra. Jo, jemi korrekt. Dhe me drejt duke qenë kryetar partia Agroni, shef numrat e mandateve në fillim fare, ne ishim kandidat listës hapur. Mandatet numëroheshin në fillim. Dhe gabimi shumë i madh që po shoh që këto ditë, se dhe mediat po i shoh këto lajmet, duket si po i vjen emër mandatet. Nuk është kështu në kot. Numri e mandateve patjetër mbrohen nga partitë përkatëse, çdo parti mbron numrin e mandateve vet. Pastaj hyn kandidatë listave të hapura. Tjetër thuaj. Po i vën emrin mandatit të kandidatit Agron. Pse do t'i vesh emër mandat? Nuk ka emër mandati. Pastaj është ke listat e hapura atit që i takon simbas proces. Disa njerëz nuk kanë fut fare emra në listat mbyllur, kanë qenë vetëm listat hapura me radhë, secili e ka zgjedh vetë këto. Por me drejt partitë mbrojnë mandatet e veta. Dhe kjo është arsye edhe pse po e fliça, nuk ka qenë kjo motivi. Unë kam marrë 18.125 vota numëruar në Bashkinë e Tiranës, përfshirë këtu dhe diasporë, pra në qark Tirana, dhe këto 18.000 vota flasin vetë dhe kanë zërin e tyre, pa pas nevojë për me diskutu neve gjëra tjera. Pastaj procesi shkon përpara, brenda ligjit, institucionit e me radhë, unë këtu... Qartë dhe përqeshur. 18.000 vota. Unë s'kam bërë kërkes për rinumrim, Jo, s'kam të kërë më jo. Kështu që... Tu që ndrojmë. Pyes një mua dje për... E kishe një gjë fare të panjohur, si që më ndodhi para shumë ditësh me një kryetar të një partie të një qarku, të një dikuj tjetër, të një qyteti tjetër. Do me thënë, doktori vetë nuk është se kishe dieni dhe ishe mprehur për këtë punë. Është një gjë duket si më shumë e sajuar se sa. Po unë isha i detyruar ta merrja si material si thuash për ta diskutuar këtu dhe besoj s'kemi ndonjë gjë tjetër. Le ta shohim çik më kështu. Shive, ku ka rezultate të ngushta, sigurisht që ka. Patjetër ka i vëmendje dhe dikush thot, ore këtu ishte në një hapësirë apo si ishte në një hapësirë. Këtu ka vend për analizë dhe për diskutim. Dhe kur ka afate kohore dhe teknikalitete që përdorë dhe mund të... Çdo parti përdor ato. Mendoj unë, ta tillë, kur ka rezultate të ngushta. Jam dakord që nuk është keqinda, pra unë bëra një llogaritë shpejt e shpejt, nuk del 1234, nuk e di tash nëse më Aq është pak a shumë. 1234. Po pse PD-ja e dinte 100? Apo po PD-ja shumë gjëra. Ka mbetur ai shumëzimi që bën Luli aty. Pra kjo është për të qenë korrekt, kjo është për të qenë korrekt. Dhe në fund fare ditës, qytetarët flasin vetë, unë jam dakord që sistemi elektoral ka mangësira shumë të mëdha, nuk i përkthen votat në mandate si që duhet të përkthej, sepse është e pamundur të thush që dikush merr një mandat dhe merr 60 dhe sa mijë vota, po merr një mandat. Dikush tjetër ka 15.000 vota më shumë, po ka 3 mandate. 15.000 vota më pak, po ka 3 mandate, apo në rastin tonë Tiranë. Ka shumë, ky mendoj unë që gjëja e parë që duhet bëj ky parlament është që këto kod ta zhbëj. Sigurisht. Sepse një kod që nuk përkthen votën në përfaqësim, nuk është kod. Nuk është kod. Agron, kemi ta mbyllim? Si mendon? Faleminderit shumë atëre. Faleminderit shumë. Faleminderit, natën e mirë bashkë. Natë. Kemi një pyetje për Shej Niku, por një po... Për punë e kodin, që se do da... Diskutojmë të kjo është një gjëja me njohur në Shqipëri dhe është një kod... E kemi diskutuar gjithësisht dhe është një gjë... është një kod maskaradë, me thënë. Jo, desha vetëm një pyetje. Është një maskaradë
doktorin. Patjetër. Doktor, kur është formësuar lista, pa marrë parasysh që ju një vit më heret keni deklaruar që unë jam për listat hapura dhe do mbetem aty. Megjithatë, këtu kur i keni pa 12 emrat propozuar në Tiranë, ju keni ditur me njëherë që do keni mangësi të votave ose vota më pak për shkak të përfaqësimit jo të duhur për të asaj liste për Tiranën. Dhe si është e mundur që nuk e keni ndru parasysh se kur ka fakte të reja, njeriu e ndron edhe mendimin edhe bindjen. Këto fakte është dasht që një njeri i cili ka një ndërgjegje dhe një rezon politik, ka një farë edukate të thotë se une dua të jem në listën e mbyllur, për arsye se kjo listë nuk përfaqëson as qytetarët e Tiranës, as suksesin e Tiranës. Pse nuk e keni bërë këto? Sepse vazhdoj të jem mbështetës i parimit tim. Mund ta kem gabimin që mbështes Jo parimin. thash, jo ndru faktet, se une pajtojmë parimi ekziston derisa ndruan faktet. Nuk më ndron mua parim. Pra, Shiko, nuk më ndron mua Megjithatë, parim. ke keni një listë që është produkt një beteje të katarzisit doktore. Do të thënë ata që i kanë qëndru lojal gjatë kësaj periudhe, pa marrë parasysh kualitetin e tyre, diskursin e tyre, e tjera. Ata janë militantët më të zellshëm të partisë. Por, ju e dini që militantët e zellshëm të partisë përdoren, ma mirë të themi, keq përdoren gjithmonë për mobilizim, por jo për përfaqësim. Si është e mundur që se ke vrejt këtë gjë? Ose pse se ke thënë publikisht këtë gjë se dua të jem në listën e mbyllur? doktori ka... Sepse nuk Ku e të desh. bërë doktorin e iknin dhe nga e hapura? Nuk e desh. Tani, më lejon... Dojnë ta ikni nga e hapura? Ky është qëndrimi im. Ky është parimi im dhe kësaj ti qëndroj unë. Doktor, Do me thënë ti po i thua doktorit të bënde kërkesë që ta iknin dhe nga e hapura. Do bisedën pak më pragmatiste. Me që se e shoh që e do më pragmatiste. Po pra, dakord, ma e hapur se pragmatiste nuk ka. Do ishim në sot duke bë këtë bisedë, të vlen apo mos vlen 18.000 vota të Tiranës, nëse unë do isha ke lista mbyllur? Do e dini t'ju sa peshonte se do i kishe kjo vot? Kjo do i kishe njëzet, me siguri, po të kishe listë më të mirë. Do e dinte kërkush. Kështu që unë vazhdoj që ndroj parimit tim. Parimi mund të qesi në afat shkurtër humbës, Po. unë i qëndroj rrugës afat gjatë. Dhe rruga afat gjatë po i qëndroj parimeve, qonë aty ku duhet. Po të më thoshte mua për këtë rrugën e fat gjatë? Unë nuk e di, doktor... Mua më gjenje të vrarë, pas disa orësh. Vetë vrarë, isha vetë vrarë. Se për shë afat shkurtër. Po e ka, se unë e njo këtë lloj afati, e kupton nga që kam 30 sa vjetë që isho këta, Po kjo është afat unë i gjatë. kuptoj këto afatet, edhe mua më kishe të vetë vrarë gjikundi, Po jo, se është, po ikën kohë, po mbaron kohë këtë. po pra po. Ka dy lloje, si që u përplasën, çfarë llojesh u përplasën në listat e Partisë Demokratike. Tiranë po flasim. U përplas ai lloji i politikanit që është aty se është militant, nuk ka si merit tjetër, për militantisëm, për besnikëri. Është ai aty sepse është janë ata që adhurojnë dhe i servirosen liderit për gjithë ditën dhe nuk bën asnjë punë tjetër. Dhe është një lloj politikani që është afruar, që është si doktor, që është afruar PD-s, që është shumë i aftë në profesionin e tij, që ndjek politikën, e sheh politikën si një mundësi për të bërë një të mirë publike në shkallë më të gjerë se ajo që po e bën, dhe që nuk është si domosdoshmëri për të rregulluar jetën e vet, por për të rregulluar jetën e të tjerë. Dhe këtu nuk ka pse nxitoj, se po ta shitet si domosdoshmëri për të rregulluar jetën e vet, siç janë këta pjesa tjetër, do thoshin hajtë nxitojmë të kapim në një vend në listë të mbyllura. Si që kanë rregulluar këta do dhe? Doktori se shikon në ndër këta? Dhe në këtë, po kjo është e kontradikta, që nuk i denoncon dot duke qenë aty dhe nuk e denoncon dot të fenomen. Është i detyruar ta luftoj ndonjëherë me në heshtje, ndonjëherë me në kuptime, besoj se nuk ka çfarë bën. Tani regjia mua do të më lidhë, të më ndihmojë me Adriana Kalan, e cila e kam në studion. Dy do bisedojmë disa minuta dhe me te. Mirëmbrëma, edhe njerë, edhe dy që të them tani unë, se unë kam edhe patur dhe një gjendje gripale kështu dhe do njerë mund të them dhe dyherë mirëmbrëma dhe falet, e kupton?
Të shkuar. Live falet njeriu edhe për... Njeriu këtu falet për të gjitha gjërat, po... Ndonjëherë për gjitha falet vogla nuk falet. Tani, ju, zonja Kalaja, keni ngritur disa pretendime për zonjën Tabaku se e kanë ndihmuar oligarkët. Berisha sot tha se nuk duhet folur pa fakte. Tani, ju keni fakte që Tabakun e kanë ndihmuar oligarkët dhe cili oligark mund t'jetë ky konkretisht? Se këtu ka shumë oligarkë. Tani në fakt, unë sot erdha për të folë për një... Jo, do të kalojmë... Do kalojmë aty, po, me që ajo është një problem dhe tani gazetarët, ti e di që gazetarët nuk lënë në... Pyetje pa bere, kupton? Atëre, që ta sjaroj. Unë personalisht nuk kam asgjë personale me askënd. Jo, sigurisht. Kam ngrit një problem që për mua është shqetësues dhe historia e këtyre viteve që unë kam bërë opozit, e kam të bazuar vetëm mbi fakte dhe prova. Së pari, së dyti, unë i nderuar zoti Rakipi, politikën e shoh si moral, dhe në këtë këndvështrim, për mua, krimi zgjedhor dhe korrupsioni nuk kanë ngjyrë. Në këtë këndvështrim, unë mendoj se kushdo që ta bëj, për mua duhet përgjigjet përpara ligjit, pavarësisht se kujt rryme apo kujt partie i korespondon, i përket. Ajo që për mua është më shqetësuese, pasi për faktet dhe provat do ketë kohën e vetë, por unë dy gjëra duat ngre, që mendoj se edhe nga reagimi i panelit besoj se do jenë në një këndvështrim të njëjtë. Së pari, mënyra se si reagoj i gjithë rjeti i medias, sidomos asaj afër pushtetit, tregonte që unë kishta të drejtë që nuk ishte as deklarat politike, as status në Facebook, po një koment që unë kisha bërë tek një mikesha ime, e cila për hir të vërtetës, ju ftoj ta shikoni, ka bërë një analizë shumë të saktë në raport me mandatet brenda Partisë Demokratike. Për të mos folur pasaj për trafikimin e mandateve nga njëra parti në partin tjetër etj. Do jetë një moment i dytë, për cilat do dilet patjetër dhe me fakte dhe me prova, patjetër edhe me emra për oligarkë të ndryshëm, se besoj se kam qenë nga të parat kur kam ardhur në 2022 që kandidoja për primaret e Tiranës, kam folur me emra oligarkësh, sepse... Në fakt ti e nga njërës e pak si një unë, brenda se partije që qarë ke i thua? E para. O dhe në qofë se ke tani edhe mund të thua shë? Jo, unë kam qef që ta mbaroj atë dosjen time të plot, sepse unë nuk dua t'i jap edhe kundërshtarit as një element për rrugën që unë po ndjek, kështu që do kemi kohë, do flasim saktësisht për çdo gjë që ka ndodhur në këto zgjedhje, po përpara se të vinim në këto zgjedhje, unë brenda Partisë Demokratike, sepse për sa kohë jam pjesë e strukturave të asaj partie, nuk më pëlqen shumë të diskutoj, të bëj statuse në Facebook. Doktori Iliri e di, sepse është bashkë me mua qoftë në Këshill Kombëtar, ku unë kam dëshirë të ngre të gjithë problematikën, madje jam nga njëherë e kritikoj dhe veten, kështu pas mbledhjeve se gjithmonë ngrej shqetësimet caktuara, propozoj dhe zgjidhje, dhe për mua, përpos faktit që doktori Iliri e tha, që ne u futëm me një rezultat 2-0 kundra, dhe këtu unë përfshi jo vetëm kodin zgjedhor, për cilën Partia Demokratike duhet t'i vë përpara përgjegjësisë ata që e propozuan, se e propozuan vetëm për interesin e tyre, për të përfshirë për vete në listat të mbyllura, dhe ne të tjerët vazhdoni me të bënin betejën me njëri tjetrin. E dyta ishte vota diasporës, ju më keni ndjekur, unë prej 2 vitesh e kam ngritur shumë fort problemin e votës së diasporës, sepse nëse ti mban një qëndrim që brenda territorit të Shqipërisë nuk ka kontroll, nuk ka polici, nuk ka drejtësi, si mund të kontrollosh ti votën e një grupi të madh njerëzish jashtë këtij territori? Një kohësisht që thua, jemi në regjim, jemi në diktaturë,
ti merr përsipër që të votojnë disa njerëz pa parë në konsiderat se nuk po kontrollohet dot vota brenda Shqipërisë, dhe ajo që në fakt për mua është problemi kryesor në këtë histori, është edhe mënyra se si u bën primaret. Unë jam ngrit në mbledhjen e Këshillit Kombëtar, kam kërkuar që të mos bëhen primaret për shumë arsye, sepse dashje pa dashje krijoi një konflikt të brendshëm. Po kështu, ajo që është shumë e rëndësishme është edhe fakti që në 50, pra për mua kjo është këmbana, më falni se kemi dhe këto mjetet, kjo është këmbana e alarmit, sepse në një kohë që ka 50 deputet Partia Demokratike, dhe unë them këtu duhet të fillohet analiza, pa lënë mënjan edhe gjithë masakrën zgjedhore, në 50 deputet që ka Partia Demokratike, 43 janë deputet të emëruar pra brenda listave, duke përfshirë këtu edhe aleatët, dhe deputet të votuar janë vetëm 7 persona. Për mua, këtu fillon dhe këtu fakt duhet mbaroj e gjithë analiza, jo vetëm me çbërjen e këtij kodi, por me marrjen e masave që ne në zgjedhjet e ardhshme mos shkojmë në këtë mënyrë, dhe mbi të gjitha unë ndryshe nga ajo që deklarohet, sepse unë nuk jam pjesë e kryesisë, duke qenë se kam një pozicion tjetër, unë mendoj që Partia Demokratike krahas denoncimeve që ka filluar të bëj, është shumë e rëndësishme të filloj analizën e brendshme. Thua të anisë vërtet analizë tua, po? Do bet analizë aty? Një minutë se nuk ju dëgjoj fare. Mendon që mund të ketë vërtet analizë, se kjo është një lajm i madh që na jep ti ne. Ndihmojeni një çik te studio, që të jemi në transmetim live dhe ndodhin zakonisht këto. Bëni një përpjekje që të rregullohet mikrofoni i zonjës Kalaja, dhe pra, si që dëgjuam, domethënë, zonja Kalaja thotë që duhet të filloj me njërë... Po, s'po fillojnë nga analizën ta... Por unë kam frikë që nuk do filloj kjo gjë. Si thua... Kanë interes para... Ndihmojni çik zonjën Kalaja me mikrofonin të rregullohet situata dhe të vazhdo të vijojmë. Kuptoni? Të thënë drejtën, është ndoshta njeriu i parë në Partinë Demokratike që kërkon... Jo, që ka prek atë që quhet thelbi problemin të zgjedhjeve. Dhe i dha disa elemente që një parti normale, kur i humb zgjedhjet, i shtron në tavolinë dhe i prek arsyeet e humbjes. Unë e pash logjikën e, po themi, e artikulimit të zojës Kalaja, dhe nuk kam çka t'i heq shumë, dhe unë e admiroj për guximin në atë që kërkon dhe që kërkon prej Partisë Demokratike në tardhme. Ajo vetëm nuk e emëroj një vajtor, por emëroj fajsin për votat ose për deputetët, 43 deputetët të cilët kanë qenë në listë mbyllur dhe 7 të tjerë të cilët kanë dalë nga lista e hapur, që për një parti është debakël elektoral. Fakti se është e tillë. Regjia më ndihmon me Kalan, ë? Ajo se nuk kam asnjë shenjë që ndodh. A mund të flasim na? Po, vazhdo. Dhe janë dy elementet që zonja Kalaja i tha. Elementi i parë është të primarët, që ajo quhet i gabim për arsye se Partia Demokratike nuk ka qenë e gatshme të hyjë edhe një konflikt, të dalë nga një konflikt i brendshëm, dhe dyta vota diasporës. Për cilën fajsin e ka Uert Bilykbashi personalisht. Dhe ajo e ka evidentuar saksisht se ky model... Që ti thua që e ka brën kokë vetë, Uerti këtë? Jo, unë thëmë që e ka pinë Princi. Do ko akoma? Se ma nuk i thëmë. Apo është okej tani? Princi nuk është... Princi di më mirë se Uerti këto punë. Po pra okej,
Okej, ne kemi biseduar vazhdimisht që kur është okej, futet direkt. Nuk bëhet ndërpritet dhe biseda jonë këtu dhe vijohet biseda që... Po më hub filli mendimin pastaj. Më falë. Duke i zgjedhur të problemet teknike. Ajo që... Që do bëjmë të Ajo që pajtohem me Zojen Kalaja, se mund ta kemi përballë, është... Kalaja dhe Axhiu. Kalaja dhe Axhiu. Ju lutem. Ajo që ka qenë gabimi i Partisë Demokratike, që unë e kam pas një debat me zotin Oert, edhe i kam thënë që ky është gabim serioz, sidomos për një parti që ka përvojë dhe vendos se ta fusë diasporën në votim pa pasur asnjë analizë se çfarë sjell ajo. Duke pas mungesë prezencës atje. Duke mos bërë, domethënë, analizë kush janë votuesit. Duke e pa përparësinë e partisë tjetër e cila e ka përgatitur situatën për të qenë atje. Dhe unë nuk e kuptoj se si ju si parti nuk e keni ndalë këtë fenomen. E sidomos, tash, nuk e di, ju thatë që nuk jam kryesi, po jenë në Këshillin e Përgjithshëm, si është e mundur që i keni toleruar listat e mbyllura me këta deputet të cilët nuk janë përfaqësuesën të djathtas. Ata mund të jenë në një farë mënyre, mund të themi, mund të jenë lojal ndaj kryetarit, që ai mund t'i emëroj në rast fitore në poste të caktuara, ose t'ju jap dhurat poste qeveritare, po jo të deputetit ku ata nuk përfaqësojnë ose nuk marrin vota për të përfaqësuar djathtën. Këto dy probleme, të cilat ju i preket, por janë serioze, shumë serioze, për një parti me përvojë kaq gjatë. Tani, batoni miri ta këto gjërat e mund, po kemi një problem, ju jeni kryetari... Ja, unë për shembull këtë propozim kisha, që ose në primare të futen të gjithë, sepse kështu është statuti i partisë, ose nuk ka pse disa të futen dhe disa mos të futen. Dhe për këtë arsye, propozova një nen tranzitor që e njeh ligji, se për mua si avokate dhe si kryetare e gjykatës që më kanë votuar demokratët për të mbrojtur statutin, është më e rëndësishme të ndryshohet statuti për arsye objektive, si që ishte qofte edhe përçarja brenda partisë, logo, vula, arrestimi politik i Berishës, dhe thash ne mos e fusim partin në një përçarje tjetër. Dhe për mua thash qoftë si juriste, po qoftë dhe si kryetare e gjykatës partisë, është më e ndershme, më e pastër politikisht, të ndryshohet statuti se sa të shkelet statuti. Dhe në këtë mbledhje, unë kam votuar kundra primareve. Po kështu, prej gati 2 vjetësh kam bërë një betejë shumë gjatë për votën e diasporës, sa që në shtator të vitit 2023 i kam kërkuar drejtuesve të Partisë Demokratike, duke përfshirë dhe zotin Oert Bylykbashi, që t'i drejtoheshin gjykatës kushtetuese me një kërkesë për çbërjen e këtij vendimi, sepse vota e emigrantëve nuk u miratua me këtë vendim. Ky është një vendim antikushtetues, është një puç kushtetues në fakt, përsa kohë që gjykata kushtetuese shkel kushtetutën dhe merr në konsiderat një kërkesë të një shoqate të huaj, pavarësisht se emrin e ka shqiptar. Shoqata Diaspora për Shqipërinë e Lirë është themeluar në Zvicër dhe nuk ishte kompetencë e gjykatës kushtetuese. Të themi zonja Kalaja një gjë më të rëndësishme. Të gjitha këto që thatë ju janë të rëndësishme, por cituam ne George Orwellin pak më përpara. Të gjitha këto janë të rëndësishme, por ka, nga të gjitha të rëndësishme, ka gjëra edhe më të rëndësishme, më të barabarta, si thot ai. Për shembull, ju jeni kryetari i gjykatës së apelimit tëm dhe pas mbarimit të këtyre zgjedhjeve, sipas statutit, automatikisht doktori do me të ndigjet ai sinjali dhe jep se dorëheqjen. Jo, nuk është kështu. Bie. Ja, sekond, ta mbaroj. Jo, nuk është, nëse, okay. Jo, më tani, ju mund ta interpretojnë si doni, po. Jo, ja ta analizoj unë, dakor. Ja, një sekond, më analizoj, po, ta mbaroj unë. Se do ishte më, për popullatën do ishte më mirë që automatikisht binte ai Chelsea, dhe doktori zgjidhej prapë me sa i zgjidhet kur doj. Po, edhe popullatës i thuaj që... Statuti e ndalon të rizgjidhet.
E ndalon pastaj të vi. Po, jo, po gjendeshin arsyet që janë vjedhur votat. Ajo thot kështu që në rast të zgjedhjeve lokale, ai rikonfirmohet me zgjedhje. Në rast të zgjedhjeve të kështu ai ikën automatikisht. E pas ka ndërlikuar shumë të statutin këtë. Po pra. Si ishte spjegimi në kalaja tuaj? Jo, më bëhet qefi në fakt që Ergysi e di kaq mirë statutin e Partisë Demokratike. Këtë nën paktën e di. Okej, po pra, prandaj thash si duket marrëdhënia me ish kryetarin e Partisë Demokratike. Po edhe mund të kishte se, shiko, se cili bën marrëdhënie me këtë doj. Patjetër, nuk e thash. Marrëdhënie të këtij lloji nuk janë fare ndaluara. Po unë nuk. Po mos ka marrëdhënie fare, po gjithsesi. Jo, nuk e thash fare në kuptimin pejorativ. Atëherë, unë mendoj që aty ka një nem që flitet për dorëheqjen e pakushtëzuar, pra në kuptimin që nuk lejohet më që kryetari i partisë të futet, por kjo nuk lidhet me ndërprerjen e mandatit. Pra, zoti Berisha ka një mandat 4 vjeçar, të mandatuar nga demokratët, dhe nuk është rasti paralel me vitin 2021. Pra, që zgjedhjet e përgjithshme shkonin paralel me zgjedhjen e kryetarit të Partisë Demokratike. Zoti Berisha është zgjedhur në 22 maj të 2022-shit dhe mandati i takon në 22 maj të 2026-s. Deri në 22 maj të 2026-s patjetër që do rrjedhin ujëra, patjetër që do ketë ndryshime mbase edhe brenda shtatorit, asgjë nuk dihet se çfarë do ndodhi. Por unë vazhdoj të qëndroj. Me përjashtim të doktorit që do jetë aty gjithmonë. Për mua, ikën automatikisht. Ja pra, jo pra, jo. Po kjo fraza ikën automatikisht, çfarë do me thënë? Ikë, po pra, në 2026-ën ai nuk ka të drejtë më të kandidojë. A do me thënë në interpretimi ikën automatikisht është që Jo, kur vjen koha. Ikën me automatikisht mas një vit. Jo me automatikisht. Nëse doni, unë ja bëj dhe publike statutin, nuk thot në mënyrë absolute që ikën automatikisht. Po thot vetë Berisha më pëndim në mirë më mirë, unë po them që a thot statutit tani. Kur të vi Berisha, mund ta përgjigjet Berisha në mënyrën e vetë. Juridikisht, atëre ka një mandat... Ose se ka ndryshuar dhe këto? Më falë. Ka njerëz që bëjnë statutin pas i zgjidhjen e këtuar? Jo. Ta kanë patur paktën statut. Atëre, ka një mandat i cili është marrë nga 44.000 votues dhe do respektojnë të 44.000 votusët që kanë vendosur për kryetarin, por edhe për mua personalisht si kryetare gjykate, unë mendoj që përveç se dohet bërë një analizë e fortë brenda Partisë Demokratike, unë mendoj që duhet bërë dhe një ristrukturim i fortë i gjithë strukturave, do me thënë, përveç kryetarit i cili për mua në këndvështrimin tim është një figurë e domosdoshme sot në Partinë Demokratike. Duhet të ri patjetër thuaj. Patjetër. Të gjithë janë televizshëm. Të gjithë të tjerët nga Berisha e më poshtë në këndvështrimin tim duhet lëvizin dhe duhet ketë lëvizje të forta dhe drastike, duke përfshirë patjetër pse mos përfshihet në struktura drejtuese, për shembull doktor Ali Mehmeti e treguan që e duan strukturat e partisë. Jo, ma aty e keni ju pas 4 vjetë që përdorni prapë, të gjithë delë kytë e liste hapur, merë 20.000 vota, ja u sjellë prapë. Unë nuk flasë për 4 vite mbas, unë flasë për shtatorin e 2000... Tani tjetë aty të ati në departament? Pra, unë them për shtatorin... Tras Gjekmarkut këtyre, tjetë dhe doktorin... S'kap se tjetë e zëm Gjekmarka i faren, ku mund të... Po themun. Edhe unë. Atere unë them që shumë mirë, një detyrë shumë të rëndësishme, mund ta bëj doktori Ilir Ali Mehmeti dhe deputetit vazhdoj punën e vet. Unë kam një qasje tjetër në këndvështrimin tim. Për mua në shtator, ristrukturimi i Partisë Demokratike duhet bëj përveç kësaj, me përjashtim, me përjashtim të doktorit, po, dhe në strukturat e partisë, jo, doktor Berishës, me përjashtim të doktor Berishës, në strukturat, ja ta them mendimin tim personal, në strukturat drejtuese duhet jenë të gjithë demokrat që kanë kontribuar, po që nuk kanë mandat deputeti. Pra, të ndahet pjesa që janë mandat, të vazhdojnë me legislaturën, pjesa tjetër të vazhdojnë me drejtimin e Partisë Demokratike. Ky është mendimi im personal, të cilin do ta shpreh edhe në mbledhje, dhe gjithmonë kam qejf që të flas në organizma, në institucione,
t'jap dhe propozimet e mia. Pasaj, se si vendos partia, kjo s'është në dorën Si time. vendos doktori, thuaj se partia... Jo, e ke shumë gabim në mbledhjet e Partisë Demokratike, ka debat, ka kundërshtime, ka dhe marrje mendimesh, kështu që nuk është kaq sa shqitet në publik, por realisht mendoj që është shumë serioze që ne duhet fillojmë të bëjmë analizën ku ishin gabimet tona. Ky është mendimi im. Në 26.8 të statutit, Në 26, po? thot që në rast se pas shpalljes rezultatit të zgjedhjeve të përgjithshme për kuvendin, partia rezulton nuk rezulton forcë fituese qeverisëse, mbaron mandati përfundon me njëherë. Dhe automatikisht për shkak të... Përfundoka me njëherë mandati dhe automatikisht? Apo mos e Në këtë kemi rast, mësuar këto ditë? kryetari që i përfundon mandati nuk i lejohet kandidimi në zgjedhje pasardhëse për kryetar partia. Kështu që nuk përcaktohet kur i mbaron mandatin. Me njëherë, thot. Bëhet me njëherë. Dhe na bie doktori këtu automatikisht. Por, thot Adriana, ka dhe një interpretim. Ose mund ta kenë ndryshuar më. Apo është kjo, ti e kishe të vjetër këte, apo në një mund të kenë ndryshuar këto? Sa po statuti që është Në fuqi. Statuti që është fuqish ky? në faqen zyrtare për Partisë Demokratike. E po që nga në fuqi... Mos nuk e kanë bërë kështu, update. Mos nuk kanë updateuar faqen apo. Mos nuk është updateuar dhe... Ja, po si kanë mendu për Karen Kenen, jo. Me njëherë, thot. Nuk thot që Me njëherë. kur i mbaron nuk kanë Adriana, bërë. Zoja Kalaja, vetëm një gjë. Jo, E do të përgjigje për këtë. kuptoj që në një moment caktuar doni ta mbroni partinë, doni ta mbroni liderin. Kjo është një oportunizëm elegant, por kjo oportunizëm elegant nuk e ka ndërgjegjen brenda. Nuk mundesh me bë betejë politike me ndërgjegje të lartë se e ndërton një rrëfim tjetër nga ajo që ju e dini mas mirti, leximin e aktit juridik. Për faktin që ju e amnistoni liderin, kjo nuk ju e jep të drejtë që të hyni dhe të shkarkoni të gjithë ata të cilët nuk kanë treguar rezultat. Në kuptimin e shkarkimit, po thëmë nga që thea reforma të rëndësishme në shtator. Ajo që mu më shqetëson është që u trimërova me deklaratat e tua, u trimërova me narracionin tënë, unë diva mirë gjatë këtyre ditëve që ke pas deklarata të cilët tregojnë fuqin e një gruje, fuqin politike, por kjo që the tash në këto fjalit e fundit, po më shqetëson për arsye se nuk po dilni në lëkurën e përgjithësisë për treguar fajsinë e vërtetë. Dakor, po ti nuk e qenë këtu të 35 vjetët e para dhe e dyta ti ke Fiks 35 vjetë. Edhe në kohën që jetonim kohën e Enverojës në këtu ti ishe me Titon. Titua ishte njeriu më liberal. Nuk ishte liberal. Po ishte liberal i madh në raport me që kemi patur ne. Mos i kërko zonjës Kalaja gjenë që... Jo, se kam problem fare unë. Se kërkon gjëra Atëre, zoti Axhiu, unë ndërgjegjen time kam në gjithë punën që kam bërë. Në 35 vite jam me ballin lartë përpara çdo qytetari shqiptar, sepse nuk kam një akuz të vetme në kurriz. Jo të jasë. Dhe, po, nuk thash që, E kuptoj parantezën. Po parantezën, kjo i bie që ti pe bën këtë parantezë me arsyetua këtë oportunizëm momental. Jo, nuk është, e di pse ja po të them me garancin maksimale që nuk është oportunizëm. Unë flas si një person që të paktën që nga 3 qershori 2022-shit, që jam zgjedhur në kryet të gjykatës Partisë Demokratike, kam qenë non-stop në detyrë, jam përkushtuar për të respektuar detyrën që mu më takon, ndryshe nga disa të tjerë të cilët emrohen, por nuk bëjnë asgjë, dhe unë në këtë këndvështrim nuk kam fare kompleks ta pranoj. Nisur nga puna dhe ajo që bën doktor Berisha, nisur nga ajo fushat që bëri, tani nuk duhet të fshihemi mas gishtit, tani nuk duhet të heqim në gjithë të masakër, e gjithë të ndikim që kishin bandat, mafia, krimi në zgjedhjet elektorale. Vetëm ajo që ndodhi në Durrës, që ndodhi direkt pas asaj
pas zgjedhjeve, kur ne e pam shumë mirë që qoftë gjykata, qoftë spaku, duhet të ndërhynin në këta persona që janë promotor të vjedhjes votës dhe të manipulimit të vullnetit të qytetarëve dhe ndërkohë nuk reaguan. Pra, ne këtë nuk duhet ta bëjmë sigur nuk e shikojmë. Ne nuk duhet ta bëjmë sigur nuk e shikojmë atë fushat brillante që ka bërë zotin Berisha, atë program të jashtëzakonshëm që kishte Partia Demokratike, por ne nuk jemi organizat paramilitare që do marrim armët edhe do ngrihemi tani o të mbrojmë votën o të bëjmë luftë civile. Kështu që unë mendoj për gjithë kontributin që ka dhënë zoti Berisha të paktën gjatë kësaj periudhe që unë kam qenë pjesë e Partisë Demokratike dhe zoti doktor Ilir Ali Mehmeti ka qenë pjesë e gjithë asaj pune dhe mënyra se si unë debatoj edhe kur i shikoj gjërat gabim, unë mendoj se sot Partisë Demokratike i duhet Sali Berisha të paktën në këndvështrimin tim deri në momentin kur të mbaroj mandati i cili e ka zgjedhur për një 4 vjeçar nga demokratët. Dhe këtë nuk e kam fare për oportunitet. Sali Berisha do të më mbet. Por dhe këtë e them, nuk e them për oportunitet. Ore, thuaj pajtohu jo ti, po të pajtohet edhe zoti Sali Berisha nuk lëviz o zotërisë, nuk varet as nga Adriana, as nga ty dhe as nga Unë kam njerëzit. këndvështrimin ndryshe, një javë më herët këtu kam thënë që fitusi vetëm i këtyre zgjedhjeve nuk është Partia Socialiste Edi Rama, është vetëm një njeri. Se mori atë që donte. Sali Berisha e mori atë që donte. Dhe unë pajtohem me ty që duhet... Qesja që kanë humbur Adriana dhe këta tjertë mu. Po që doktori i mori që donte këta e din gjithë. Ka humbur Ali Mehmeti, ka humbur Adriana, ka humbur tjetri. Këtu është problemi. Zoja Kalaja... Po doktori dhe ata të thesi mbyllur, janë në regull. Zoja Kalaja, atë që duhet, që e kam bindje, që zoti Berisha do të mbetet për 2 arsye. Arsyeja e parë është që ju në Partinë Demokratike nuk e keni mërri ende fundin. Ose prekjen e dyshemes. Çka më ke se ka? Dhe jo, ka ma ketë se kaq, ka ma ketë se 50. Veç kur e prek një dyshemen do kuptoni se sa gabim keni bërë që Jo, po ajo ka marrë rrugën tash. Friga se Partia Demokratike do të qatë me ikin e Berishës, unë mendoj që është pashtu gabim se unë peshon nën vetia juaj po thot që duhet ta kemi Berishën se kjo parti do të shkërmoqet. Nëse duhet shkërmoqet për shkak të njeriu le të bëhet. Por kjo frigë nuk e arsyeton këtë oportunizëm. Debat po bëjnë me zotin Kalaja se është e vetmja e cila pe artikolon problemin. Kolegu ju në kuvetet e ti shumë i rëndësishëm, shkon dhe ti, edhe mund t'i jesh nesër pas nesër, a i thoshte që u shkatrua Partia Demokratike. Kolegu Fevziu, e mora unë telefon, ku që mbaroj. Sa shkatruat Partia Demokratike, thani që ose ikën. Nuk me ndonë vetëm Adriana këshumë. Një pjesë e një e populacion dhe njërës të nësishëm të tregut medias të gjithë. Nuk e kam vetëm në atë këndvështrim. Nuk e kam vetëm në kuptim të shkërmoqjes Partisë Demokratike. Unë mendoj që zoti Berisha i duhet Partisë Demokratike për kontributin që ai jep, për punën që ai bën, ndërkohë që të gjithë ata të tjerët, qoftë dhe 50 deputetët që kanë marrë mandatet, janë të ndryshuar. 1% nuk bëjnë të punës së Berishës dhe ky është fakt. Kështu që unë mendoj se aq më shumë në situatën që ndodhemi ne, por ajo çfarë ka rëndësi për Partinë Demokratike është që të futet në një proces të drejtë reformimi me një garë të ndershme që në të gjitha strukturat e Partisë Demokratike të jenë njerëz të rinj, fytyra të reja, njerëz të cilët kanë kontribuar gjithë të vite në Partinë Demokratike dhe pse jo të jenë një format tjetër për para publikut, jo vetëm atij demokrat, për të sjellë një mënyrë tjetër se si... Një lider i cili i shkatron primaret, duke ndrru emra, duke... Po pse duhet ja vëm fajin vetëm ne? Unë nuk jam atë. Lideri është ai cili... Jo, nuk jam fare. I cili e përcakton shijen e qeverisjes. Jo, pa absolutisht jo. Absolutisht jo. Në qofse këta të gjithë... Do pyesim pak se dhe 3 pyetje kemi, deri këtu tani Kalaja, por do pyesim edhe Ali Mehmetin si ka mundësi që PD... Kalaja le tjetë me ne, vazhdimisht në lidhje, tjetë dhe të këtë pjesë, nuk mungon.
si ka mundësi që PD, folëm me zonjën Kalaja, gjitha thotë të gjithë janë të ndryshueshëm. Jo vetëm Partia Demokratike, ata 50 ju zgjodhen e të gjithë, ata 50 s'pyesin fare ata të partive të tjera. Se ata thonë edhe ikëm, më thotë tunja tjeta, sa tjeta, ikin ata. Po, si ka mundësi që PD ka përfunduar në një parti ku askush nuk guxon të dalë dhe të kërkojë largimin e doktorit? Jo tendin. Si mendon ti tani këtë? Kjo është një humbje dramatike dhe nuk del njeri në botë të thot një gjë. Apo që të kërkojnë analizë për humbjen. Të parën njeri që dëgjuam ne aty, ishe ti i pari jetë se fole dhe Adriana, e cila tha, duhet analiza të filloj sa më parë. Jo, okej. Tani e kam pyetjen për... Në doktorit, kështu që nuk është se s'kemi dëgjuar asnjë, kemi dëgjuar shumë. Dhe të gjithë kërkojnë ikjen e doktorit. Dhe ky është më ndihmon me Ali Mehmetin, se po komunikonja me te. Dhe pastaj vazhdon Adriana. Po. Absolutisht, analiza duhet bërë, dhe unë nuk ta them edhe këtu, ktheu mbrapa në kohë, ke një kuvend datës 2 dhjetor 2023, ku unë kam kërku analizën e zgjedhjeve vendore. Që su bë. Dhe unë kam kërku pëse su bë. Po s'do bë as kjo, kjo është problem. Mos kthehem ke fjalët. Më litni me Adrianën kur të them unë, unë qëndrimet të jetë edhe se u bën inaktiv të gjithë gazetarët tu. Analiza duhet bërë me do e mos. Dhe unë i qëndroj kësaj. Pra, edhe pse... Po, doktori, a mund të themi me fjalë që jam mund të largohet? Edhe i herë. Të bëjmë një analizë? Doktor tjetër. Ta diskutojmë. Jo, po, thot, Antoni e tha që bie automatikisht. A statuti jo unë? Për statuti. Statuti. Kjo, për pjesën statuti, mos flasë unë se... Qartë. Tash, bëjmë me jurist në duke qike tepërt. Mirës mos flasë se ti dhe kur merë vota nuk merë do të mandatin. Ja, ishte qartë se s'ka nevojë të jesh asurist. Por, ti bëjmë i qikë gjërat me etapa, si që janë për të... Duhet me etapë. Po, unë kur s'kam qenë për djegën e etapave. Mendoj që është një nga fatkeqësitë tona që ngritëm këtë kulturën e djegjes së etapave. Procedurat kanë pjesë të vete. Të mbaroj herë procesi, se unë jam akoma në proces personalisht. Bëj një analizë unë herë personale. Kjo analizë personale kontribuon në analizën totale të qarku Tiranës. E më pas 11 qarqet e tjera, me të thonë drejtën, unë nuk i kam ndjekë, se s'kam pas kohë me ndjekë 11 qarqet e tjera, se si ka shku fushata, ku ka qenë problematika me radhë. Dhe analiza totale i takoj grupi pune i kryesi. Ky është realiteti. Por që do bërë? Anton, sot i hylli do të pas ke kaluar një kundërshtar i egër i PD-së dhe i doktorit së bashku me antishqiptarin në baton dhe Abilekaj. Kush është ai? është një që më shkruan vazhdimisht. Çfarë thotë? Është militant i Partisë Demokratike. Po nuk prezantohen njerëz që s'kan... Jo, unë e di kush është, por nuk e them, kupton se... Po jo, po... Çfarë tha? Po si na duhet një njeri... Antidemokrati i egër, thotë bashkë me Batonin dhe me Abilekaj. Mirë, zotri mirë, dakord. Dhe statutin lexova, zotri. Statutin lexoj, Antoni lexoj vetëm statutin. Kalohet të lexosh statutin? Statutin e ka bërë doktori. Ditë kia ka për të lexuar statutin. Të statut, këtë nenë e vendosi doktori, kur e vendosi këtë nenin e automatikisht? 2022-2023. Të kohën për Lulin. 2022 është bërë kjo? Qartë. Vore problemi... Dëgjo, kë nen mund mos batohet. Mund të mos batohet. Po. Me një kusht. Që kuvendit bje dhe njëherë, të ndryshohet statuti? Do të thotë, jo. S'ka kuptim se bëhet me fuqi prava veproze. Po të paktën të ketë një, sepse Berisha, po përmendim Berisha u kthye në Partinë Demokratike dhe mori mbështetjen me një spektakël demokracie, shkojnë në fortore, mblodhin njerëzit, bëri një mblodhi firma dhe njerëzve për të rrëzuar kryesinë e partisë e tjera dhe pastaj u zin gjykat, po të paktën ai bëri rrugën e tij, demokratike. Tani s'mund të rinë në mënyrë jo demokratike. A, do iki Berisha apo jo, këtë se vendosim ne? Statuti e ka Berisha. Qëse e do të mos e zbatojë atë statut. Ajo është çështje PD-s më. Nëse PD-ja do për shembull dalë forcë tretë. Po ne këtë se vendosim dot. PD-ja do të dalë forcë 4, mos i fare në parlament, po kjo s'varet nga ne. Sigurisht, pa ne. Ne PD-n e lëm të bëjmë. Ne mbarojmë këtu dhe ikim shpitani çfarë do bëjmë. Gjë nuk kuptoj se Adriana tha që aty 1% e Berishës nuk punojnë gjithë ata që janë lista aty të mbyllur. Pyetështë pse i zgjedh këta, domethënë, nëse këta s'punojnë. Dhe doktori ka zgjedhur ja. Dhe doktori i zgjedh, ndërkohë që Ali Mehmeti merr vota, këta s'marrin vota, ata janë listë.
Pse ndodh kjo? Ali Mehmeti ka marrë vota dhe nuk zgjidhet aty. Po pra. Këta 50 doktori i futi jo aty brenda. Bileti duhet të futur aty oj. Ky që është aty për mua. Doja në fakt se Me unë kontributet i këden. nuk jam hipokrite, doja, normalisht që doja t'isha në listë të mbyllur, nuk isha tjetër problem kjo. Tani, ajo që thotë Antoni është shumë e vërtet, sepse nëse ne duam të zbatojmë ligjin, ne duhet zbatojmë më së pari statutin e partisë. Kështu që unë kur flas për atë mandatin 4 vjeçar, ka pas dhe një ndryshim të statutit ton, ku në 2 dhjetor të 2023-shit, ne kemi marrë një vendim si kuvend që statutin mund ta ndryshojë dhe Këshilli Kombëtar. Pra, unë mendoj që për interesat Partisë Demokratike, ne mund të bëjmë një nen transitor, atë që propozova unë edhe për primaret, po është më mirë se ne të marrim një nen transitor, apo të shkelim statutin. Kështu që zgjidhje ka, por unë si që thash, nuk... Ju mund të bëni një, nëni në një fraksion, sa është, 6 jetë, fraksion A, fraksion B, fraksion C, dhe bëni për 3 zgjedhje, që si jetë gjithmonë. Mendimi mirë është, do ta propozoj. Do ta propozoj në mbledhjen e radhës. Propozimi mirë është. Po pse të lodheni që mbledheni një çdo 4 vjet? Po se mos kemi bëni A, B, C, D. Se le pas statut fare. Se mos kemi punë tjetër. Jo, pas statut janë ato euroatlantistët, kështu që ne jemi me statut. Po që për mua Euroatlantiku të shkret vetëm peshqit i mbeten, e thashëm këtu. Se Atlantiku shtu deshi ta se aty vetëm peshk ka. Ngeli ke pizza me 4 djatrat ai dhe harroj të bënte fushat. Pizza ngreti po. Mirë. Qesh se me pizza ngreti Ali Mehmeti. Jo, ne të paktën unë jam shumë krenare për fushatën time. Bëjmë shaka sigurisht, po. Ka është një moment që Berisha nuk e një rezultatin dhe po, a ka një plan konkret opozita? Se mirë, dakord, nuk bën asë këshu Moskuzi, nuk kërkon, nuk bën analizë, po bën një plan konkret, se plan konkret, ky është tani që i ka vjedhur krimit gjitha, si do bëhet kjo gjithani? Ali Mehmeti dhe, si do bëhet edhe analizët? Duhet këtë një plan, mo, a ka një plan? Si me ndoni? Një plan që duhet këtë një plan? Si me ndoni? Përgjem, unë i pari. Po ti edhe pasaj analizët dhe? Në rrath parë, vazhdojmë që ne jemi akoma në proces. Jemi antarë të Këshillit Kombëtar të 2, edhe unë dhe zonja Kalaja. Kur të ketë një mbledhje parë të forumit të Këshillit Kombëtar që do ketë, aty i bëjmë ne diskutimet tona se ku është plani, ku s'është plani. Në këtë moment ka menimin gjithmonë forcë më vogël dhe më organizuar është kryesia. Duhet pyetja dhe syt mbahen në këtë moment këtu ke forumi i kryesisë. Këtu i qëndrojmë, po që do ketë plan, po patjetër që do ketë një plan, thotë. Patjetër, po. Po diskutimi do bëhet në forumin përkatës. Deri në këtë moment që flasim ne, nuk është mbledh as Këshilli Kombëtar as kuvendi, kështu që neve nuk kemi pas atë forumin ton për me diskutu këtë. Pra do kemi një plan. Patjetër gjithmonë do ketë. Për momentin PD-ja është duke u përqendruar te kjo, te ankimimet për çdo rezultat që jepet, do merret me certifikimin e zgjedhjeve. Jemi akoma në proces. Dhe është herë për të thënë që do ketë akoma apo jo një reflektim të brendshëm, por përjashtimi i mundësisë së reflektimit të brendshëm është shqetësues. Është shqetësues për të ardhmen e opozitës në vend. Jo shqetësues për ata që nuk e duan PD-n, siç thonë këta i thotë. Çfarë do i bëjmë shumë PD-s së kaq? Po ka Rama që e bën PD-s shumë së kaq. Problemi është PD-ja çfarë do bëjmë vetë. Nëse PD-ja do bëjmë vetëm, do të vazhdojë në kushte jo statutore, të drejtoj partinë kryetari, të vazhdoj të shoh fajt e tjerët, të vazhdoj të thotë vetëm që unë kaj gjithë bëj, do dalë në zgjedhje, këtë listë kam, këtë program kam, do dalë në zgjedhje, po mi vodhëm prap, i ka prap, atë mund dalë dhe forcë 3 dhe forcë 4. Kjo do jetë dëshirë për dës. Problemi është, a bëhet dot, a rikthehet PD-ja dot forca politike ku njerëzit të projektojnë të ardhmen e tyre? Qëllimet e tyre politike, jo direkte dhe indirekte. Më shkruan prapë një kolegë këtë që thotë Abileka, në një gjë. Plane mund të ketë, po a do të ketë beteja?
Se, me kupton, me këtë puti, se... Jo, unë gjëra. realisht nuk kisha fol, vetëm e kisha përsërit Ergycin. Atë që tha, se para zgjedhjeve i ka thënë 10 çështje dhe si është përmbajt asnjë. E përsëriti pastaj 3 gjëra tjera Antoni, që tha asnjërin që është përmbajt. Çështja te plani është besimi. A ka besim dhe mas pari a ka vullnet ky njeri me ndryshu gjëra, apo ka vullnet vetëm me mbajt veten në pozitën historike të tij, dhe pastaj të shkoj bashkë me partinë në fundin e saj, apo ka një plan që të tjerët mund të ndërtojnë dhe të veprojnë mbi të. Unë nuk besoj, për arsye se është kurrur aq shumë partia dhe është kurrur aq shumë fuqia saj, besimi saj, sa që unë dyshoj që ata mund të bëjnë çfarë do veprimi që ka përmbajtje. Tjerat janë fjalisi, këta janë kriminal, këta janë, ky është akt i shëmtuar, pastaj ky falsifikim. Këto janë mbiemra të cilat nuk i duhen askujt për arsye se s'kan asnjë rezultat, dhe unë mendoj që kryetari i Partisë Demokratike do të mbetet me mbiemra, për 2-3 prej tyre të cilët shajnë në parlament dhe i japin pikë të vazhdueshme Edi Ramës. Kaq është kjo. Ka një gjë që kërkosh reflektim dhe analizë, duhet që kjo të shoqërohet me përgjegjësi. Dhe mua më duket që pjesa më e madhe aty nuk kanë interes për përgjegjësi, sepse janë përgjegjës për humbin. Dhe i pari që është përgjegjës për humbin është Berisha, sepse ishte kreu, ishte generali, domethënë tash dakord, gjithë kanë faj, po s'mund të thush se s'ka faj generali në betejë. Tani, problemi tjetër është që përgjegjësia duhet lidhet me ndryshim, pra domethënë që ti të ndryshosh, pra të mbash përgjegjësi, duhet që ata njerëz të cilët bën pengesë për fitoren e Partisë Demokratike ose për fitoren e opozitës, për avancimin, për kthimin e kësaj partie në një parti të besueshme, duhet largohet. Pra duhet që kjo të shoqërohet me një reformim të thellë Partisë Demokratike. Pa një reformim të thellë, nuk mund ajo parti të bëhet konkurruese. Dhe problemi është që këtu më duhet që nuk ka interes për një reflektim të thellë, sepse të gjithë elitat e asaj partie duan që të vazhdojë kjo statu quo, të rinë aty. Sepse çdo reformim do lidhet me ndryshim elitash. Shiko, zgjedhjet treguan një gjë shumë të rëndësishme, mendojnë, që e treguan edhe tek votat që mori Ali Mehmeti. Edhe në Durrës pati Aulon Kalaja, edhe në në rreth e tjera në Lezhë pati të rinj të cilët morën shumë vota. Pra të rinjt marrin vota. Ajo parti po të ketë të rinj ndryshojnë gjërat, nuk kanë, pra nuk ketë. Pyetesh ndrohet pse nuk ndryshojnë, pse nuk vinë të rinj, pse nuk çohen të rinj në krye dhe të tjerët pastaj të ndihmojnë këta të rinj. Sepse ato elita nuk, ata janë gati t'ia vënë zjarrin partisë, vetëm ne mos ikim. Dhe ky parti do shkojë ashtu, ky është problemi, nëse vërtet baza poshtë nuk e kupton që duhet ndryshuar elita e asaj partie. Dhe po të shohësh tashmë lufta kundër, domethënë çfarë bëhet për të mos mbajtur përgjegjësi, çfarë bëjmë? Shpikemi luftë tash. Lufta për mbrojtjen e votës lirë. Po ti s'mund ta mbrosh votën lirë kur ti s'ke mbajtur përgjegjësi pikë parë për humbjen tënde. Pastaj tjetra çfarë bëjmë? Shpikim armiq, psikologjinë e armikut. Kush flet për përgjegjësi, po i shërben armikut. Dhe me këtë çfarë bën? Ti pengon reflektimin. Se unë jam dakord që do etapa, po duhet patjetër që reflektimi të jetë e para, sepse pa reflektim ti nuk mund të nisësh një betejë. Si do nisësh këtë betejë kur ti s'ke reflektuar pikë parë për humbjen? Është si në futboll. Shkove ti u rrah një ndeshje. Mblidhet ekipi, reflektohet, gjen pikat, riformulohet strategjia që ndeshjen tjetër fitosh. Kurse ky thotë jo, bëjmë një ndeshje, ne pastaj shkojmë bëjmë strategji për... Pra do të duket që nuk ka interes për të... Është pyetja tjetër shumë logjike dhe shumë e thjeshtë, tani, dakord. Edi Rama i ka vjedhur me krimin, me të gjitha 100%. Tani ti vazhdimisht thua këtë gjë. Kalojnë çdo 4 vjet, i vodhi, çdo domethënë kjo tani. Po pikërisht praktikisht. Ti duhet të ndalosh atë. Ta zëm se i vodhi çdo 4 vjet. I vodhi më totalisht. I vodhi. Jo, dakord. Them me gojën plot i vodhi. Po ti tani ty ti vodhi. Po, bravo. Dhe çfarë je duke bërë? Do më thënë ti s'qen ke fare. Tushtë, dhe kjo është një dilemë shumë e madhe. Ma thuj, si janë Partia Socialiste i ka 50.000 vota më pak. Si është e mundur që e djathta, ajo Partia Socialiste i humbi 50.000, kurse i djathta votoi për kë? Për Partinë Socialiste. Unë mendoj që votat majta Partia Socialiste ka humbur ma shumë se sa 50.000. Vota
të majta, Partia Socialiste ka humbur bukur shumë. Shumë më shumë se sa që na mendojmë. Dhe votat e djatha, shikojni Fierin edhe shikojni Elbasanin, dhe shikojni disa vendet të Shkodrën, janë vota serioze të cilat kanë kalu në Partinë Socialiste. Ka dhe një gjë, pse demokracia është sistemi më i mirë, dhe ky është sistemi i mirë jo vetëm për vendin, por edhe për partitë. Sepse jo flas, po më i mirë i mundshëm, se nuk është perfekt, tjetër. E kam fjalën. Por shiko sistemi demokratik. Po pra, shiko, më fal. Nëse një parti humbet zgjedhjet, Ili edhe po ti ishte, s'ka qenë asnjë ditë këtu, 35. Dakor, këtu s'ka parë demokraci. Një karikaturë. Po ka Por një edhe sikur ti ishte, ky sistem po lëngon tani në gjithë botën. Dakor, po ka një gjë të mirë, pra pse duhet të demokratizohet një parti? Sepse kur ti humbet, ç'a bën? Ti jep dorëheqjen. Dhe vjen dikush tjetër. Ky tjetër zgjedh stafe të reja, zgjedh njerëz të reja dhe kandidon. Dhe njerëzit shohin diçka të re tashmë. Nëse kandidon po ti që je rrahur një herë, atëherë si mund besojnë që ti do fitosh tashmë? Kur ti je rrahur një herë. Dhe ti je rrah disa herë tash. Dy veta në 35 vjet ka të ndorëgjin. Po mirë, dakor, po prandaj jemi këtu pra, ky është problemi. Ky është problemi. Dhe çfarë bën? Ka dhe një gjë që në shkenca politike njihet që pra një njeri kur qëndron gjatë në pushtet, nuk bëhet kurrë më i mirë, bëhet gjithmonë më i keq, sepse detyrohet bëhet i keq, edhe në qoftin mirë. Qartë. Këta kanë gjithjes pushtet. E para, e dyta, kur ti ke pushtetin absolut, ti nuk mund ta përdorësh për mirë atë. Pra thuhet e keqja, pushteti korrupton, pushteti absolut korrupton në mënyrë absolute. Ç'ndodh tani thoni ju nga dy fjali? Si do ndryshojnë gjërat me kjo është? Fundit me majorancën që ka marrë gjithë këto vota, sot u bë një fest sot apo vishte thjesht fjalim i Edi Ramës? Fest. Se 2 vjet flasin, u bë fest. Po ashtu janë festat. Feste. Ato janë festat ku asnjëri nuk qesh. Ai marrë një fjalim si fjalim morgu, dhe gjithë duhet trokasin, me kujdes, sepse asnjëri se di fatin e vet. E kishte marrë telefonte se a do qeverisë dhe këtu tani se ai ka të gjitha dhe mund të lërë dhe një ndihmës. Se kishte marrë Zelenski sot dhe mund të vazhdoj punë ndërkombëtare. Me delegim të dhe Po lejë aty është. Kishte një media thoshte Vendi vogël shkyten. Ka isa kanë mbetur këtu. Media tona thoshte Zelenski e informova Ramën për bombardimet e Rusisë. Informova. E tha sot me qelë. Informacion ka dhënë, s'ka. Tani, do të Mehmeti si ç'a do bësh ti tani? E tha njeriu më burr. Njeri mirë shumë më vjen dhe keq me këtë që ka ndodhur shumë vërtet ty. Nëse ka një gjë që mua vjen keq, që ka ndodhur. Mua vjen keq, ty vjen keq. 20.000 vota, kupton? Edhe aty tani ata kanë nga sa kanë, nga 1.000 nga. Nuk do ishte ndryshe kontrasti i PD-s zoti Mehmeti, nëse s'do ishte jashtë parlamentit. Do ishte kështu thonë, ëh. Pikërisht Të paktën të kishte marrë. Pikërisht për të arsye është kontrasti. Do vota ikën dhe është ajo që duhet në PD. PD-ja ka një problem. Nuk bën zgjedhje në Shqipëri, ne nuk jetojmë në një sistem demokratik, më fal, ndryrë zoti Mehmeti. Nuk jetojmë në një sistem demokratik. Sa bën zgjedhje ka një fazë elektorale. Faza elektorale është marrë në 2 mënyra. E para, me një rezistencë popullore mosbindje civile deri në rrëzimin e qeverisë dhe krijimin e një qeverie teknike që të bëjë zgjedhje të besueshme për 2 palët, që nuk bëhet. E dyta, krijimi i një sensibilizimi ndërkombëtar që të detyrojë qeverinë këtu që të bëjë zgjedhje të lira, ose të jap dorëheqjen, ose të bëjë qeveri teknike. Do të bëjnë zgjedhje të lira. Ne, pavarësisht tentativave që ka bërë opozita e sotme, nuk kemi asnjë nga këto 2 rrugë të realizuar. Kjo është përgjegjësi e PD-s. E qartë, unë them tani që Adriana, për shembull, e mbarova. Faleminderit shumë, më shkruan Trumpi, që u angazhua PD ata sensibilizonte, në fillim të majit takoi kryetarin e opozitës së Polonisë. Dhe shprehu mbështetjen e tij për zgjedhje. Në fillim të majit ne prisim që Trumpi të takonte kryetarin e opozitës shqiptare ose të jepte një mesazh në Shqipëri, por nuk e tha. Trumpi thotë ja. Trumpi s'dieta mund ta. Po mirë, ai mund ta thësh nuk ka diet ku takon çfarë i thot. Po takoi edhe ato Trumanis, po jo. Ai takon Trumpi që ai po kritikonte Zelenskin. Ja ta mbyll kritik Adriana dhe ti je dakord. Adriana, faleminderit shumë tani. Ti do të jesh aty fort edhe gjitha partia. 2 fjali dua. Jo, unë desha në fakt ta vazhdoj aty ku e tha Antoni. E kishte në fakt një media, që është media serioze, që tregonte se si
Zelenski e kishte vënë në dieni Ramën për situatën atje, por nuk ka lexuar më poshtë, kishte vetëm problemin që nuk kishte arrit të lidhej me Macronin, për ngjarje që kishte ndodhur Macronit dhe nuk e dëgjonte. Sa për mua, Ylli? Se ti tani ju këto shikoni, se të doktorit që një asgje, a e rau gruaja Macronin? Po tani, imagino tani që presim ne? Ju kanë rafur me të gjitha llojet e... Jo, më jo, se... Ta tanës në i rajnë grabë. Tani në fakt Ju shikoni e kanë raur Macronin? unë prisja të më pyesje për atë... Jo, 2 fjalit fundit do ta mbyllim. Po pra, për betejën ligjore që unë sot e fitova, dhe nuk është pak të fitosh një betejë ligjore kundra Edi Ramës. Edi Ramës fitove gjyqin? Po, gjykata e lartë më dha të drejtë dhe më tha që çështja e grabitjes së pronës në Surrel, nuk e di a ka shkuar ndonjëherë për vizitë zoti Haxhiu, po duhet bëhet me dije që është një pronë e grabitur, është një pronë publike dhe do t'i kthehet publikut me detyrimin maksimal, pasi edhe vetë gjykata e lartë me gjithë problematikën që ka sistemi i drejtësisë, sot më dha të drejtë dhe më tha grabitja e tokës në Surrel është një çështje që do hetohet nga SPAK-u, pra jo nga Prokuroria e Tiranës, siç e kishte vendosur Dumani. Ndërkohë, unë personalisht do vazhdoj betejat e mia, siç e kam për zakon. Po e ka të vërtet gjykata këta, po... Po realisht, po të doni, unë e kam me vete. Krimi thotë i... është vepër penale që duhet të hetohet nga SPAK-u dhe jo nga Prokuroria e Tiranës. Ja ku e kam vendimin. Po ty të ka hequr, thjesht e ka hequr nga... Nga Tirana ka çuar. Nga Tirana ka çuar atje, okej. Nëse fitore kjo fitore. Jo, unë e çova në SPAK dhe SPAK-u e hoqi dhe e çoi ke Prokuroria e Tiranës për ta zvarritur. Prokuroria, gjykata e lartë ka kaluar aty. Ndërkohë Tani 2 fjali vetëm për... Po, unë të thash në pozicionin tim do vazhdoj ato që unë di të bëj më mirë, ti shkoj gjërave deri në fund, ti shkoj kauza deri në fund, dhe nëse në shtator do filloj riorganizimi i partisë, patjetër që do mbaj qëndrimin tim. Faleminderit shumë që ndihmove në mbrëmjen e sotme. Faleminderit. Ne do të kemi lidhje vazhdimisht bashkë. Natën e mirë. Natën e mirë, faleminderit. Zotë Eli Mehmeti, tani ti, zotëri, ç'mendon që do ndodhë? Ju më bot një pyetje pak më parë. Dhe më lejon t'ju rikthehem ka i mendimi im jo afat shkurtër. Unë mendoj që se Shqipëria i duhet një rol model. I duhet rol model, dhe unë kam i parim shumë thjesht, u dhiq me shembull. Mos thuj, duhet bësh kështu ti, bëj dhe ti kështu ti, jo, bëj e vetë. Dhe ju e patë se si një fushat e ndershme, e thjesht, qytetare, me njerëz, po që vjen nga një background pozitiv. Rol i duhet shumë kësë pozitiv që kemi ne, po dhe Edi Ramës, roli tënë, e disa i duhet më. Milen Veroxha që si kishte i shpikte, shkur të përvata fot, qela, tjetri, nëzirë të rolet të panumur të mu. Edhe ty, po ty të kanë të gjallë, se ti nuk kanë nevojë ta shpikin. Ty të kanë gjetur të marrin këta, e bën atë rolin e njeriu të ndeshme të gjitha dhe kaq. Një sekundë, më lejoni herë? Po, pa tjetër. Bot një pytja, po ju ja përgjigjen, për të ndihmuar edhe... Po ende se keni dëgjuar përgjigjen. Vazhdo. Ndoshta mënyra më e mirë është që ato ta dëgjojnë përgjigjen. Patjetër. Dhe me këtë model, u prodhou në 2025-ën, në këto kushte siç ishte, pra pa diskutuar tjerat, unë arrita të prodhoj më shumë vota se kandidati për kryeministër njëkohësisht kryetar partie në vitin 2021, zoti Bash. Aso kohë prodhoi 16.145 vota, po të njëjtin qark, me një situatë ndryshe. Qartë. Dhe unë 18.125, 2025, me këtë situatë të ku jemi. Që do të thotë, bëhet. Ky është mesazhi. Bëhet. Duar të duar. Ky optimizëm baton Haxhiu mua më pëlqen vërtet. E para, kjo është një provë për leadership. Është. Doktori po thot, këto janë vota për një leadership të ri. Dhe e projektimi është dëshirë. Unë se vjen dyshim që bëhet. Ndryshe nga që po thot, ose që letë kuptohet opozita sot, unë besoj që Rama është i rrëzueshëm dhe është lehtësisht i rrëzueshëm. Por është i rrëzueshëm nëse ka përballë një opozit të re, të reformuar, me njerëz pa inkriminuar, pa korruptuar,
me njerëz që kanë vërtet ideal, kanë vizion, kanë besueshmëri publike. Dhe deri tani Rama nuk është bërë kjo përmbysje sepse përballë Ramës nuk ka qenë një opozitë e tillë, kaq, dhe prandaj është kjo. Anton? E unë thash, për mua rrëzimi i Ramës është i pamundur, sepse Rama i paravendos zgjedhjet, por kjo nuk do të thotë që opozita duhet shkojë tek Rama për të humbur, si shkoi këtë radhë. Me një listë që ishte programi si ishte i keq, por lista, sa u bë lista, sa u ndan drejtues dhe qarqeve, kuptuaj që opozita ishte për të humbur. Nuk mund të thotë që ditën e njëjtë, 3 ditë para zgjedhjeve, zoti Berisha të njoftoi një konferencë të jashtëzakonshme për shtyp, dhe të lexoj para gazetarëve në konferencën e jashtëzakonshme një rezolut të miratuar në Valencia nga Partia Popullore Europiane, ku thuhet që zgjedhjet do manipulohen dhe Rama do fitojë, por ne s'duhet t'ia njohim. Mund bëhet kjo 3 ditë para zgjedhjeve? Më lexoj, e. Po ka bërë një gjë rezoluta, i vete... Po ti thua 3 ditë para zgjedhjeve që ky do fitojë, po unë kam rregulluar që mos e njoh. Edhe i miratojnë ata, hajtë si t'ja hapë. Që s'mund dalësh me këtë mënyrë. Pra, BD-ja nuk mund justifikoj atë që ka bërë vetë me atë që bën Rama në zgjedhje. Qartë. Të nderuar të shikues, zoti Ali Mehmeti, faleminderit shumë. Faleminderit juve. Kënaqësi që ishim bashkë. Do të jemi herë tjetër. Me shumë kënaqësi. Nderuar koleg, faleminderit. Faleminderit Yllin. Kënaqësi ishte, ne u përpoqim nderuar të shikues. Thoshim një gjë. Gjithmonë këtë punë bëjmë. A duhet ta bëjmë, a duhet ta vazhdojmë ta bëjmë. Çfarë që themin edhe ne. Po do përpiqemi, se edhe s'kemi ku shkojmë dhe s'kemi që bëjmë. Ta tonë se t'i keshore. Natë e mirë dhe shihemi ditën e njëjtë. Përsëri do të shihemi.